Zoti ambasador, nesër mbushen 18 vjet nga shteti i Kosovës. A ka qenë Kosova, a është në këtë moment Kosova një shtet më i konsoliduar, më i qëndrueshëm dhe a kemi arritur ne, a ka arritur shteti i Kosovës ato që ka synuar për 18 vjet? Po, pa diskutim, është jo vetëm më i konsoliduar, po i konsoliduar, ndërsa është çdo gjë në proces dhe në progres, domethënë ne synojmë edhe më tutje, kemi qëllime të larta edhe legjitime, natyrisht edhe sfida në çdo aspekt, po ne mund të flasim, tani ka konsoliduar një pozicion stabil në aspektin ndërkombëtar, 121 njohje, sigurisht se nuk janë aq sa ne i meritojmë dhe sa na duhen, po janë për tu 121 njohje. Po janë për tu vlerësuar. Pa diskutim. Sepse para zgjedhtash është numër i madh i vendeve që kanë njohur Kosovën. E dyta, siç e dini ju, Landi, janë shtetet që kanë demokraci më të zhvilluar në botë, që na kanë njohur pothuaj më njëherë. Për ne çdo shtet është i rëndësishëm, por janë disa shtete që i shtojnë vlerë disi. Shtetet më të fuqishme ekonomikisht, shtetet më të fuqishme ushtarakisht, të cilat po deshe mund t'i përmenë, po i dini shumë mirë. I dini shumë mirë, domethënë që nga SBA, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Italia, Turqia, domethënë e me radhë. Kjo na bën krenar, pastaj kemi një prani të solide në organizata ndërkombëtare dhe një rol që po vjen duke u fuqizuar gjithnjë më shumë. Pra, kjo është një dëshmi se po bëhet ashtu siç është menduar nga ata që janë sakrifikuar, që e patën si ideal, dhe ata që punuan për të realizuar këtë status, këtë gjendje të Kosovës. Natyrisht, kjo është proces, pra po them, ne synojmë gjithnjë e më shumë, edhe më tutje në gjitha aspektet dhe nuk do të ndalemi sigurisht se... Kam vetëm diçka të shkurtër, zoti ambasador. Kenya, Sudani dhe Siria ishin 3 shtetet që e njohin Kosovën gjatë vitit 2025. Sa janë gjasat që ky numër të rritet, sepse OKB-ja ka 193 shtete dhe sa duhen që të jemi antarë e OKB-s? Kjo puna antarësisë është edhe pak më komplekse. Është e diskutueshme. Sigurisht, mund ta diskutojmë. Pra shton në këtë treshe edhe Bahamas, të cilat këtë vit që shkoi, njohën shtetën e Kosovës, këto janë vetëm 4 vende, por 4 më shumë, unë i quaj 4 vende mike më shumë. Patjetër 4 më shumë. Sepse janë 4 flamuj më shumë në para OKB-s, po themi, 4 vende që e kuptuan se hezitimi i deri tashëm ka qenë i panevojshëm. Pra 4 vende që besojnë se Kosova po ndërton një shtet modern, demokratik, me standarde të avancuara në gjitha fushat, me respektimin që ju bëhet standardeve demokratike, llogaridhënien, qeverisjen e mirë, respektin, tolerancën për minoriteteve në çdo aspekt. Pra, jo është lajm i mirë. Liderët tanë, gjatë kontakteve të tyre në instanca ndërkombëtare në përbot, kanë marrë indikacione të besueshme se do mund të presim edhe njohje të reja në vazhdim. Ky është lajm i mirë. Dhe unë besoj që do të ndodhë kjo, sepse që të jemi të sinqert, jo pse unë jam përfaqësues i shtetit Kosovës dhe flas këtu, por Kosova e meriton këtë. Kosova tashmë ka bërë të qartë që është dhe do të jetë partner aktiv dhe konstruktiv në çdo aleancë, në çdo koalicion që ka në thelb, në esencë, në fundament paqen, stabilitetin, sigurinë, bashkëpunimin. Pra askush nuk humb nga antarësia e Kosovës, por vetëm do ketë interes. Marrim Këshillin e Evropës për shembull. Gjithë e thanë se u plotsuan kushtet, standardet, po themi juridike. Mund të jetë një observim, një qasje, perceptime të tjera politike që nuk u realizuan në një moment, por ne i plotësojmë kushtet pa aq sa disa vende themeluese, lejon ndoshta duket pak pretencioze të Këshillit të Evropës. Nga mënyra si zbatojmë direkt në legjislaturën dhe në strukturën tonë shtetërore, konventat, rregullat, parimet e Këshillit të Evropës. Pra, antarësia e Kosovës është një krah më shumë, po themi kështu, metaforë, një mbështetje më shumë, edhe s'ka asnjë arsye të hamendet. Zonja Bakojanis doli, kur edhe pse Greqia ende nuk e njeh, pranoi një fakt juridik dhe një realitet se Kosova ka plotësuar standardet. Shpresojmë që kjo do të ndodhë së shpejti, duke heqë edhe ndonjë paragjykim, po themi, të natyrës politike. Edhe ky është një lajm shumë i mirë. Edhe në gjitha fusha tjera. Pra,
mezi presim që të realizojmë rol që duhem ta kemi edhe në skenën e madhe botërore. Zoti ambasador, gjë e parë që vjen në mend për një shtet është disa shifra ekonomike, GDP-ja, të ardhuarpërfrymi, investimet e huaja. Besoj ju si ambasador i keni disa shifra. Po kam disa i kam këtu edhe me vete. Nëse mund na i tregoni mund ta i thoni. Patjetër, ne sigurisht që është një proces që ka edhe sfidat e veta, por ajo që është më rëndësishme dhe është inkurajuese është trendi pozitiv. Ka dallime pozitive nga një vit në tjetrin në të gjitha aspektet. Pra, edhe për vitin që shkoi, rritja ekonomike e Kosovës ishte 4.2%. Domethënë, që në këtë start, me këtë indikacion, flasim për një rritje graduale. Jo aq sa duam, por është rritje. Dhe është rritje dhe i qëndrueshme. Nuk ka regres, që do të thonë GDP-ja përgjithshme e Kosovës është afër 11 miliard, ndërsa për frym, për kokë banori është 7.000 euro. 7.000 euro. Po, do të thonë kemi eksportet e Shqipërisë u rritën gjatë vitit që shkoi në 859 milion. Pra, vetëm në raport me Shqipërinë, kjo shifër është 159 milion. Natyrisht eksportet tuaja në Kosovë janë më shumë për shkak edhe të kapaciteteve ekonomike, por të dy vendet duhet ta shohim si sfidë mundësinë që të zbusim pak, të zvoglojmë disbalancet mes importit dhe eksportit. Ne kemi bashkëpunim shkëlqyeshëm në planin ekonomik, sikurse në fusha tjera edhe në ekonomi janë miratuar tashmë të gjitha marrëveshjet ndërqeveritare, ndërshtetërore që kryejnë bazën për bashkëpunim. Domethënë, ju dini, sa përket bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri, ka nga pak edhe qasje disi, po themi nihiliste ose të motivuar për arsye të ndryshme, mund të jenë edhe politike, dikush thotë se ma keq s'ka qenë kur më mirë, unë them se nuk ka qenë asnjëherë më mirë sepse nuk ka qenë asnjëherë më mirë. Është më mirë se dje. Pra, nuk është mirë sa duam ne, kur s'do jetë më dje. Ne gjithmonë do duam shumë më shumë. Por sot është më mirë se dje. Dje ishte më mirë se par dje. Në gjitha fushat, pra dhe në ekonomi. Tani, ajo që metet sfidë do të i kalojmë, besoj edhe me bashkëpunim, është që bashkëpunimit ketë ma shumë cilësi, ma shumë ndërmarrjet përbashkëta, ma shumë paraqitjen tregun e madh bashkarisht, ndërsa tregues që janë tash nuk janë për të nënçmuar, sigurisht. Shqipëria ka eksportuar në Kosovë 287 milion për vitin që shkoi. Euro. Po, euro. Ndërsa karakteristika tjera, nuk e di, duhet ju bezdis me këto, është se karakteristikat e ekonomisë e Kosovës janë më shumë eksportohet, do më thonë, bazohet ekonomia jo në shërbime, pastaj në tregti, do më thonë, vetëm shërbime dikun me 60% e ekonomisë e Kosovës përbëhet nga shërbime, cilat edhe në rajon, po edhe në BE, është një pjesë e rëndësishme me cilët kosovarët komunikojnë me Bashkimin Evropian. Një burim ose komponent e rëndësishme është remitencat, të cilat vinë me dashamirësi dhe nga diaspora jonë, siç ndodh edhe në Shqipëri, pak a shumë dikun aty jemi edhe me përqindjen, dhe këto po vinë momentin jashtëzakonisht rëndësishëm, siç takon një familje, do të thonë ata edhe pse jetojnë jashtë Kosovës, me mendje dhe me zemër janë Kosovë, siç është edhe diaspora juaj. Pra, dikun mbi 1 miliard e 200 ka qenë vitin që shkoi, dhe këto janë gjithmonë të mirëseardhura për të ndihmuar jo vetëm familjet e tyre, por në përgjithësi edhe një lloj stabiliteti të ekonomisë. Sa i përket energjisë, po themi pjesën më të madhe ne e prodhojmë vetë, me kryesisht kapacitetet ekzistuese, me linjit, termo pra, por një pjesë ngelet edhe për import, për shkak të disa pajisje të vjetruara të shfrytëzimi i linitit. Kemi filluar seriozisht merrem edhe me burime të energjisë së ripërtritshme dhe po jetë goxha mirë ky me energji të erës, disa kapacitete hidro dhe besoj që kështu do jetë edhe më tutje. Një nga synimet do jetë sigurisht që të ketë pak më shumë diversifikim të ekonomisë, pra të shtohen variantet me cilat ndihmohet ekonomia e Kosovës, jo përqendrime në disa sektore ose brancha, por sa më shumë. Domethënë edhe ekonomia, edhe tregtia, edhe industria, edhe
artizanale, çdo gjë që gjeneron diçka, punësim. Pra, besoj që buxheti, po e morë buxhetin e Kosovës për çdo vit ka qenë më mirë se në vit më parë.